Do të lexojmë nga Romakët, nga kapitulli 6, nga fillimi Romakët. Thot apostulli Paul tek një shpërthim zbulesash që ka, një pjesë e mrekullueshme kjo. Këtë pjesë nuk mund ta kuptojnë njerëzit që nuk kanë njohur Krishtin. Është një pjesë e vështirë kjo. Ja dëgjoni se ç'thot. Çfarë të themi pra? A të mbetemi në mëkat që të teproj hiri? As pak. Ne që jemi të vdekur për mëkatin, si do të jetojmë akoma në te? Po a nuk e dini se ne të gjithë që u pagzuam në Jezu Krishtin u pagzuam në vdekjen e tij? Ne pra u varrosëm me të me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej të vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne gjithashtu të ecim në risinë e jetës. Sepse nëse u bashkuam me Krishtin në një vdekje të ngjashme me të tijën, do të jemi edhe e ringjalljes së tij. Duke ditur këtë se njeriu i një vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit mund të jetë anulluar dhe që ne të mos i shërbejmë më mëkatit. Në fakt ai që ka vdekur është shfaqsuar nga mëkati. Amen. Vdekje, jetë, vdekje është pak e ngatëruar gjëja. Por ja që nuk është e ngatëruar për ato që dolën nga mëkati, mund të kuptojnë mirë se çfarë do të thotë kjo. Në të gjitha kishët ka një vend që pagzohen njerëzit. Dhe aty ku pagzohen njerëzit aty brenda, duhet të ketë kufoma. Aty vinë pra njerëzit i therret Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit, kur dëgjojnë se duhet të pagzohen në ujë, ato që zemra e tyre është e hapur e bëjnë këtë. Tani tema është se ne të mos harrojmë se përse e bëjmë, pra që pagzohemi. Do më thënë, u futa në kish për para kaq vitesh. Dhe flet Pali për një pagzim që do të thot bashkëvarrim. Ashtu sikur se futem në kish, ishim i ngarkuar nga mëkati. I ngarkuar në mëkat. Ekziston mënyra që ky mëkat të ikë. Fillimisht ku është e ngjitur mëkati? E ngjitur në mish, është në lakmit, në krenarinë e jetës, në dëshirën për të paret, atje është ngjitur pra mëkati. Nuk njoh se kush është Perëndia, nuk gjykohem për gjërat frymërore, pra jam i mbushur plot me mëkat. Dhe kjo duket nga thellësitë e shpirtit tim. Nuk gjen shpirti im qetësi, nuk njoh kush është Krishti, nuk dija se ka ilaç, por vi në kish. Çfarë duhet të bëj? Duhet të pagzohesh. Çfarë do të thot tani me pagëzimi? Tash. Duhet të pagzohesh në mënyrë që të marrësh pastaj trupin dhe gjakun e Krishtit. Ma çfarë thua? Kjo është ajo që kërkohet. Ajo që kërkohet është të kuptoj se bashkëvarrimi bëhet për të ngjarë në ujë për mua, për të ngjarë Krishtit, i cili me të vërtet e vdiq dhe u varros. Në atë moment që bëhet kjo bashkëvarrim pra, bëhem i ngjashëm i të gjitha atyre që bëri Krishti në shërbesën e 3 vjet të gjysmëve të tij deri në fund. Predikoi, shëroi, bëri mrekullira të mëdha, ringjalli edhe njerëz të vdekur, erdhi në kryq të Golgotës, u kryqëzua, u vra, por u ringjall. Dhe këtu vazhdon një mesazh i madh. A ka shpresë? Ka shpresë. Ka shpresë edhe për mëkatarin më të madh, edhe për më të madhin mëkatar, më të keqin, ka shpresë. E thjesht nuk është. Si do ta predikosh këtë tani? Çfarë do t'i thuash tjetrit se eja këtu, nëse bën blum në ujë, do të dalësh jashtë dhe do të jesh një fëmijë i ri? Ma nuk bëhet kjo kështu. Por duhet të kuptoj njeriu se nga pesha e mëkatit nuk mban me dhe të vi të dal një njeri i ri të dal nga uji. Pagëzim pra, flet Pali për pagëzimin, se
është e ngjashëm me veprat e Krishtit. Atëherë pra Zoti kur u varros, shkoi 3 ditë dhe 3 net në Hades, atje predikoi, qëndroi 40 ditë pastaj me dishepujt e tij dhe pastaj u muar në qiell. Do ta përjetoj unë këtë. Tani këtu dua t'ju them një diçka delikate. Shikoni se çfarë thot. Të gjithë sa u pagzuam në Krishtin Jezus, u pagzuam në vdekje të ngjashme me të tij. Pra, u bashkuam me Krishtin në një vdekje të ngjashme me të tij, do të jemi edhe e ringjalljes së tij. Kështu pra edhe ne do të ecim në jetën e re. Këtu nuk flet për ringjalljen kur të vijë ringjallja ime, jo, këtu flet për të sotshmen. Për sot. Dua t'ju them një histori. Një vëllai i vjetër në besim kishte thënë dikur për pagzimin u fut thot në kish, dëgjoi për pagzimin dhe thot dua të pagzohem. Të pagzohem. Pagzohet në ujë, e rilindi Zoti, u pagzua në ujë, dhe pas 2 ditësh që po shkonte të dëgjonte predikimin në kish, dëgjoi një zë, Jorgo, e kuptoi se kush ishte. Një shoqe e vjetër e tij. Kthehet mbrapa vëllai dhe thot, mua më thërritni. Thot, Jorgo nuk është emri tamam, gjithmonë një tjetër emër ka, Ma nuk më njeh, thot, jo, nuk ju njoh. Mori thot, shaka më bën. Përpara 1 muaj bashkë nuk ishim. Nuk më kujtohet gjë, i thot vëllai. I thot tani po më tall, më thot. Shiko zonja ime, thot. Tani kuptova. Donat Jorgon që i kishim atëherë? Jo, thot, nuk jam ai. Ai Jorgo thot, vdiq. Dhe mundësisht isha edhe në varrimin e tij. Çfarë do të thoshte për pagzimin? Çfarë la në atë moment? La njeriu e vjetër, mbarua me te. Mbaroi ajo. E përjetojmë këtë. E përjetojmë këtë që e predikoj sot. E përjeton që ti që je nga poshtë dhe je pagzuar për para sa vitesh, të gjithë ne. Çfarë do të thot tani kjo? Ja dëgjoni se çfarë thot. Sa mirë që i thot apostulli Paul. Sa zbules të bukur që je Perëndia. Është sikur se Krishti u ringjall prej të vdekurve, kështu edhe ne do të ecim në jetën e re tani. Tani ta ecim në jetën e re. Sepse ne që u bashkuam me Krishtin me një vdekje të ngjashme me tij, do të jemi edhe të ngjashëm me ringjalljen e tij. Tani. Jo pres rrëmbimin apo vdekjen time personale këtu në mishe dhe ftesën që themi, që na thret Zoti. Jo, të shkoj në shtigjet e qiellit. Leri ato tani. Këtu do t'i japish provimet. Njeriu i ri që është ringjallur, këtu do të ecë. Dhe do të ecësh tani në një shteg ku ja dëgjoni. Duhet që të njihim me vdekjen. Vdekja është person. Kush është vdekja? Ç'është vdekja? Rri dhe i mendoj këto. Vdekja. Dhe mundësisht thot Pali dikun tjetër dhe thot armiku i vdekjes, armiku i fundit është vdekja. Do më thënë është një person që duhet të studioj mbi të mësoj për këtë, për vdekjen. Ja shifni, u vdiqe, figuracion tani këtu, ngjitet Vasili në kryq të Golgotës, pa bam e goshdojnë. Shikon tani poshtë Vasili dhe thot, aman, në varr harrova disa gjëra. Çfarë harrove? Atje pra në varr, kur pagzua në ujë, do të thot. Harrova diçka që duhet ta marr. Dhe ndërsa është i kryqëzuar sipas mishit me vendimin e tij dhe mendimin e Perëndis, vazhdon dhe kërkon atje të vjetrat që kishte në jetë përpara pagzimit. Çfarë ishe? Isha që luaja bigjoz, bukur. Kaloj nga një
kafeterje që luajnë atje dhe bëhet nami atje. Atë isha dhe unë aty brenda. Ma çfarë bën kështu? Ti je i vdekur për këtë temë. Je i vdekur për botën, për këtë botë, por jeton për në qiell. Ke vdekur për botën. Jeton për Krishtin. Mbaroj mishi, mbaroj. Si mund tani të shkoj dhe të shijoj ato që i kam lënë dikur dhe më ka çliruar nga të gjitha këto Zoti me anë të vdekjes së mishit dhe unë të shkoj t'i kërkoj përsëri. E tmerrshme është kjo, Si të shifni, kisha të mos flasin njeri me tjetrin. Çfarë bëhet kështu? E lanë kryqin e tyre. E thjesht është kjo. Harruan përse u pagzuan dikur. Harruan se ato që kërkojnë të drejtat e tyre, të gjitha ato sjelljet dhe dëshirat e mishit nuk janë më. Derisa vdiqa. Shko tani tek një kofom dhe godite. Nuk do të ngrihet kur që të thot, ma përse me vrave, me sakatove. Ma derisa i vdekur, e din çfarë do të thot vdekje? Do të thot që ndalon se funksionuari çdo gjymtyrë e tij. Mbaron, domethënë, nuk punon zemra fillimisht. Çfarë do të thot? Nuk ka ndjenje njerëzore. Tek i krishteri nuk është kjo ndjenjë kështu. Ndjenja na sjell na largon nga ana fëmërore. Kam dashuri të veçantë për këtë person tjetër dhe vazhdoj dhe bëj një grup më vete. Me këtë them të gjitha sekretet e mia, them të gjitha dhe përfundimisht bëhemi grupe. Perëndia nuk i don këto. Në kish jemi të gjithë vëllezër. Të gjithë vëllezër dhe motra. Çfarë nxjerr zemra ime? Çfarë të duash nxjerr zemra? Çfarë të duash? Gjëra të bukura, gjëra të pista nxjerr, mendime të mbrapshta nxjerr dhe vazhdon të ecë zemra nëse nuk i japim kujdes të ecë me akuzuesin ton. Akuzuesi jon është Satani. Ma a është e mundur që i krishterë dhe të drejtohet nga Satani? Po vëllezër dhe motra, kjo nuk është herezi. Nëse nuk e ruaj zemrën time dhe ecjen time, Perëndia, djalli gjen vend që të shkelnet edhe me përdor sado që të duket e paarsyeshme. Ma kam frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë është shuar, e ka vend dhe flen gjumë. S'është e mundur të mbushesh me frymë të shenjtë që na dha Perëndia dhe zemra jote të ngjit gjëra të tilla për të tjera gjëra, Zemra e të riut të ringjallur si është e butë, është e thjeshtë. Është sikur kuluri i Thesalonikit që hahet dhe jep erë të bukur, Sa bukur, Shef domethënë Perëndia këtë njeri, pra birin e tij apo motrën dhe gëzohet me te. Gëzohet përse? Sepse ecja e tij nuk ka dinakri në te. Nuk shef që ti prishe dikuj karrikën që të bjerë, këto i bënim dikur përpara se të besonim. Më kujtohet një herë kisha shkuar tek një firmë shumë e madhe për të ndrequr diçka. Kisha besuar. Dhe isha në një cep dhe diçka po ndreqja, u futën 3 njerëz brenda, 2 burra dhe një vajzë. Vajza akuzonte me këmbgulje një vajzë tjetër. 2 të tjerët të dëgjonin. Çfarë ishte akuza që bënte? Nuk bën, është e pa vlerë ku unë i bëj të gjitha. Ma përse e akuzonte? Sepse po të ishte e vërtet kjo, nuk do t'i thoshte, do t'i lente punëdhënësit e tij ta shohin. E donte apo nuk e donte? Nuk e donte dhe e urrej, e tha dikur se e urrej. Dhe kisha mbetur i habitur. Domethënë, zemra e asaj vajzet ishte e mbushur me helm. Mundet që njeriu i rilindur që është pagzuar në ujë dhe të jetë bërë
i ngjashëm me vdekjen e Krishtit të nxjerr gjëra të tilla, po nëse nuk ka kujdes. E dini se pak nga pak, gjurmë mbi gjurmë, sikur thot Krishti për bekimin, por edhe të kundërtën është që të më përdor për të tjera gjëra të këqija i ligu. Dhe kanë ikur njerëz dhe kanë thënë nuk e durova më, nuk i duroja dot më, nuk mundja. Ma çfarë nuk mundje vëlla dhe motër? Njerëz jemi të gjithë, prej baltë të krijuar. Dhe gabime do të bëjmë, dhe do të bijem, dhe do të kthehemi, dhe do të përqafohemi, dhe do të qajmë njërin në përqafimin e tjetrit. Amen, vëllezër dhe motra. Kjo është jeta jonë. Nuk jemi të përsosur, nuk kemi arritur përsosmërinë. Përsosmëria do të jetë atëherë kur të shkojmë atje. Tani çfarë jemi? Që luftojmë. Dhe në betejën tënë të vrapoj unë, jap një grusht njerit, një grusht tjetrit pa dashe. Nuk për shpunë, jemi për të arritur qëllimin tonë. As të zgjuar nuk jemi dhe as gjë, por sot, shikoni, nuk mund të heqi kryqin tim. Nuk mund të çlirohem kështu. Më kishte dhënë një ëndër shumë të bukur Zoti vite përpara, kam thënë dhe herë tjetër. Më vuri, gjeta veten time në një sallë të madhe, në një tempull të madh, gjysmë të errësirë, me dritare të larta, dhe njerëz për të ndershëm të gjithë, perëndidashes, nuk bërtisnin, nuk dëgjohej zhurmë, domethënë, dhe një moment erdhi Zoti pranë me dhe më thot përpara. E ndjeja, pash një prani të bardh, nuk e pash fytyrën e tij, duke përparuar, arritëm tek një vend pagëzimi, sikur ky këtu, i hapur nga lart. Ishte i mbushur me ujë dhe pash ujin në te dhe më thot, shif brenda, dhe pash brenda, çfarë të shoh? Një vajzë e zhytur në te, as nuk nxirrte fluska. Aman thash, më thot Zoti, thuaj ringjallu. Them, unë o Zot, thuaj ringjallu, dhe zëri i tij ishte detyrues dhe nuk pranonte kundërshtim. Dhe nga frika ime dhe thash ringjallu. Dhe në atë moment ajo vajzë bëri dhe u ngrit nga uji. Të parën herë pash kaq bukuri të madhe dhe pash ndryshimin e bukurisë dhe të mirësisë. Ajo grua kishte mirësi dhe ajo ishte kisha e Krishtit. Dhe më tha, uji është fjala. Kjo është nusja ime. Dhe do të marr vetëm ato që janë të vdekur në fjalën time, brenda në fjalën time. E kuptuat? As me përciptazmëri, as me përralla, por me seriozitet ngjitet drejt qiellit konvoj i Perëndis, karvani i Perëndis, një karvan që ka rregulluar fryma e shenjtë me respekt ndaj njëri tjetrit, me seriozitet dhe jo me lojra tralala dhe me të tilla. Kur futem në kish, më pëlqen të gjunjëzohem, të lutem, bukur. Nuk jam shok me askënd. Vëllezër jemi të gjithë. Nuk duhet të jesh shok me askënd, vetëm me Krishtin. Sepse miqësia ose shoqëria krijon gjendje të tjera. Vëllezër jemi. Do të shoh si vëlla dhe do të më shohësh si vëlla. Do të futem në kish dhe do të jem me perëndishmëri dhe me mençuri, burra dhe gra. Çfarë do të thotë perëndishmëri? Mënyra që sillem dhe ju flas vëllezërve. Ka dallim mes njërit vëlla dhe tjetrit, patjetër që ka dallim. Ka vëlla që lufton për të gjitha, vrapon për këtë, për tjetrin. Ka vëlla i cili nuk duket. Unë vëllain që vrapon, tjetri çfarë të thoj? Ma çfarë thua? Ti do të jesh me kokë të ulur, si një viç, si një dem, domethënë, dhe do të tërheqësh parmendën tënde. Do të vish, do të lutesh për problemet e tua, për shëndetin tënd, për fëmijën tënd, për betejën tënde, për shpirtin tënd përfundimisht që të shkojë në qiell.
nuk shoh në kish asgjë dhe askënd, dhe aq më tepër të gjykoj. Patjetër te Korinta, si thot apostulli Paul, se ju nuk i gjykoni ato që janë brenda, Perëndia do t'i gjykoj ato që janë jashtë. Kur thot të gjykoj këto brenda, nuk është që të marr skeptrin e Perëndisë dhe do të bëj gjykatun të gjykoj. Jo, ky është dënim. Kur të thot që të gjykoni të brendshmit, kjo do të thot nëse më ndërton vëllai. Bëj një bashkësi me një vëlla. Amen. Më ndërton kjo apo themi në gjëra të ndryshme. Do me thënë, e ftova në shtëpinë time, një herë, dy herë, i them të ketë kujdes, nuk ruhet dhe ai këmbgul në një gjendje tjetër. Nuk më ndërton. Pra gjykoj vëlla se nuk më ndërton. Largohem prej tij. Nuk do të bie unë aty ku të jetë ai, por unë atë do ta tërheqi nga aty poshtë ku është ai, nëse ndjem që jam i fortë. Nëse nuk ndjej kështu, asgjë. Distancohu, bukur dhe me kulturë. Këto të dini pra se njeriu jon i vjetër u bashkëkryqëzua që të mohohet trupi i mëkatit, që të mos jemi më sklever të mëkatit, sepse ai që ka vdekur është shfaqsuar nga mëkati. E shefni, çfarë isha në botë jashtë? Llafazan isha. Thashë theme thoja. Kur rrugtoja me traketet, burrat që pinin cigaret janë me thashëtheme gjitë, me shumë thashëtheme do më thënë. Nga kur iknim, derisa të kthehim tek porti, nuk kishte gjë të mos ishte marrë me thashëtheme. Për të gjithë se cilin se çfarë bën, çfarë than, çfarë vepruan, çfarë menduan, pra thashëtheme. Nuk janë gratë më të këqija, burrat janë. Shumë thashëtheme. Dhe më tha, dhe i thash, dhe do t'i them përsëri, dhe tjetrën, gjëra të rreme. Gjëra të rreme. Më kujtohet një herë në një port, një vajzë, aty ku në anije si qishte, bëre sikur donte dy burra, dhe të dy njëri me tjetrën u vran njëri me tjetrën ato dy burrat për te. Ne na çliroj Zotin nga këto gjëra. Tani të fitoj të riun me shëtërimin e saj dhe jo me parat që ka në bank apo varet se çfarë punet bënd. Por ta tërheq i riu, sepse është një i ri që mundet të qëndroj në supin e tij, ashtu sikur se kisha mbështetet në supin e të dashurit të saj, në gjërat frymërore. Jo të tërheq gruaja burrin, por gruaja është një zoje e mirë e shtëpisë, me fëmijë të bukur e dashur me to, këtë kërko të gjesh. Nuk kërkoj të gjej unë tani, çfarë të gjej? Çfarë makinet ka, nëse ka shtëpi, nëse ka shtëpi të mirë, çfarë janë këto? Jo, kurrë s'do të bekoj Perëndia mendime të tilla. Këto janë dëshira të mishit. Dhe do t'ju them tani edhe diçka vëllezër dhe motra. Nga që e doja shumë paran, jo vetëm paran, por doja bile adhuroja pushtetin që je paraja që të kesh sa të duash. Kaloja nga të shtëpit, atje të bukurat, në kali ato të shtrentat, makinat që shikoja, dhe thoja, edhe unë dua një të tillë, do t'ja dal. Çfarë t'ja dalesh bre, i munduar? Ku t'ja dalesh? Këtu Perëndia na kishte, po na priste, kishte vënë kurthët dhe na kapi. Harroj ato që doje. Harroj ato që doje. Ai do të bësh, kaq shumë do të kesh ekonomi, kaq dhe akoma më tepër. Okej, hapa një dyqan, shkoj shumë mirë fillimisht, shumë mirë shkoj, me persona brenda, me punëtor do më thënë, dhe më thoshte Fotinia, më thoshte, ma lere pak të jetojmë si njerëz, fëmijët kur do të shohin? Ma çfarë thua, më i thosha? Të le unë tani dyqanin, përpara se të besoja,
duhet të gjej një punë që të më jape kaq mijë në muaj. Ma nuk është e mundur, më thoshte. Perëndia dëgjon. Unë isha gati të kryqëzohesha dhe nuk e dija. Do më thënë të kryqëzohem bashkë me Krishtin, më kishte takim Krishti. Dhe lejon Perëndia t'i humbi të gjitha. Çfarë do të bëhesh? Do të bëhesh me para, do të kalosh pranë tyre për çdo t'i prekësh. I din këto, jo nuk i di përse, për sigurinë tënde. Dhe shkova në atë punë që gjeta tjetër dhe në atë punë që jam tani dhe futën në shtëpitë më të pasura të Ekalit. E dini se çfarë pash atje? Pikëllim them, e them në prani të Zotit tani. Sa herë kthesha në shtëpi, thosha Fotinis, gruas pra. Çfarë bëhet? Nuk e besoj, thosha. Ne erdhi Krishti në jetën tonë dhe duhet të flejmë në darkë në paqe. Të shtrihesh në jastekun tënd, të bësh lutjen tënde, t'i lesh të gjitha në këmbët e Krishtit dhe pastaj të flesh në paqe. Gërhet i krishteri, gërhet, do më thënë të gërhasësh akoma më mirë, do të thotë se shijon gjumin tënd. Zgjohem në mëngjes, aleluja, lavdi o Zot, shkoj në punë time. Nuk e gërsohem, nuk zihem me kënd, nuk prishem. Më rëndësishmja, mundet Perëndia të më drejtoj dhe të më sjellë fryt. Fryt. Kuptova pra se kur u futa në ato shtëpi, në ato shtëpira, deri vetvrasje pash, demone pash atje brenda. E dini, ju a them në prani të Zotit, demon, njerëz të demonizuar, derisa njeri erdhi të më hedh nga shkalla në tokë, dhe mund të si shkoje kështu, bente, dhe më thot frymashet mbaju, një herë atje në psiqiko dhe një herë në paro. Jetojmë pra në një botë ku ne nuk duhet të kemi të bëjmë as pak me të gjitha këto. Do më thënë, ajo që kërkojmë ne, cila është? Më mbaje Zot në kryq. Mbaje mishin tim atje në kryq. Dua të eci me frymen. Dhe mundësisht, duke mbaruar, thot Apostulli Paul, le që njeriu jon i jashtëm prishet, e shef prishen, e si nuk e shof prishen. Kisha 150.000 qime në kokë dhe tani kam 30. Ku i kam 120 të tjerat? S'janë me. Dhe do të shkojnë edhe këto që kam. Kockat e tua, vazhdojnë dhe zorizën. Të gjitha, shikimi, pa tjetër, dhembet, qfar, mesi, ja pak edhe sheqeri, ja pak edhe tensioni, qfar don, ku shkon? Nga ana tjetër je mirë, je i shëndetshëm, ke pak dhimbje të mesit, dhembet të gjitha, këto për je i shëndetshëm, Jo, për njeriu i brendshëm, duhet të ngjitet lart, të ngjitet. Dhe që të ngjitet njeriu i brendshëm, me të vetëm mënyrë mund t'i bëj, duke mbajtur vetëm dorën e Krishtit. Do të thënë çfarë bën Krishti? Ngjitet një hap, më tërheq edhe mua. Ngjitet një hap tjetër, më tërheq edhe mua. Në qoftë se zemra ime ka gjera brenda saj, që i kisha përpara dikur dhe si kam varrosur atje brenda, që të ikin në thellësitë e oqeaneve, atëherë kam problem. Uroj që Perëndia të na ndihmojë, vëllezër dhe motra, të kuptojmë këtë kohë, këto mesazhe që i thot shkrimi kaq vite dhe mbase unë dhe vetëm unë mbase si kam kapur kaq mirë, të mos ju kem dhënë rëndësinë e duhur. Jam i vdekur për botën. Funksionimet e mia duhet të jenë të qetësuara, as sytë e mi të shohin, as goja ime të flas, as zemra ime të godas sipas dëshirës të botës. Lajkat, mashtrimet do t'i kemi çdo ditë. Jo se jemi të bukur, le që shumë prej jush jeni të bukur, por sepse djalli gjithmonë do të shoh që të vënë ndërkëmbën. Cila është qëllimi i tij? Të shkëpus nga kryqi, të nxjerr përsëri tek pjaca, të kthehesh përsëri në të vjetrat, ashtu sikurse Dema, i cili e braktisi palin. Kjo është forca dhe
lakmia dhe dëshira e Satanit. Sa të jemi kryqëzuar, s'kam frikë për asgjë. Amen vëllezër, Zoti të na ndihmojë për të gjitha. Amen.